Ministri i Arsimit Mirela Akumbaro prezantoi projekt buxhetin e arsimit për vitin 2026. Ky është buxheti më i lartë historik për arsimin në vend. Ai parashikohet të arrijë rreth 648 milion euro. Krahasuar me vitin 2025, buxheti rritet me 4.6%. Ministria tha se fondet synojnë rritjen e pagave, përmirësimin e infrastrukturës, uljen e pabarazive dhe forcimin e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor. Në total, me mbështetjen e aktorëve të tjerë, financimi i arsimit arrin në 90 miliardë lek, ose mbi 10% të shpenzimeve publike. Projekt buxheti 2026 për arsimin konsolidon rritjen e pagave, uljen e pabarazive, përmirësimin e infrastrukturës dhe cilësisë arsimore, si dhe forcon rolin e arsimit lartë dhe të kërkimit shkencor në zhvillimin kombëtar të vendit. Buxheti për arsimin mbështetet gjithashtu dhe me investimet kapitale në fondin 54.5 milion euro, ku do të vijojë mbështetja për investimet në infrastrukturën e arsimit bazë, arsimit mesëm të lartë dhe arsimit të lartë publik. Mbështetja për infrastrukturën e kërkimit shkencor gjithashtu është një tjetër prioritet, si dhe pajisja e klasave, laboratorëve, me mjetet mësimore didaktike, me mjetet e pajisjet laboratore për lëndët me karakter shkencor dhe shkencat eksakte dhe natyrore, ose që quhen ndryshe me akronimin STEM, si dhe për vijimin e projektit të Smart Labeve në të gjitha shkollat. Programi Planifikim, Menaxhim dhe Administrim në vlerën 11.5 milion euro, programi Arsimit Bazë në vlerën 370 milion euro dhe zë 57% të buxhetit total të Ministrisë së Arsimit, programi i arsimit i mesëm i lartë në vlerën 122 milion euro dhe zë 18.8% të buxhetit total të Ministrisë së Arsimit. Programet arsimi i lartë dhe kërkimi shkencor në vlerën totale 146 milion euro dhe zë 24.1% të buxhetit total të Ministrisë së Arsimit. Por theksoj që këtu ka arsimi i lartë, kjo shifër nuk përfshin të ardhurat që sigurojnë vetë institucionet e arsimit lartë publike nga tarifat e studimit dhe shërbimet që ato ofrojnë. Në vitin 2026, me këtë zë të buxhetit mbështeten 30.883 punonjës arsimor dhe administrativ me shumën 425 milion euro. Financimi për programet passhkollore parashikohet të arrijë në shumën totale rreth 10 milion euro për vitin 2026, 3.8 milion euro në programin për te pas mësimit, 1.2 milion euro për programin Ardhë dhe Zej që financohen nga Ministria e Arsimit, por kemi këtu dhe rreth 5 milion euro që mbështeten për ekipet sportive në të gjitha shkollat përmes Ministrisë përgjegjëse për sportin, konkretisht e turizmit, kulturës dhe sport. Financohen me këtë buxhet dhe projekte për blerje, pajisje laboratoresh për degët fizik, kimi, biologji me një vlerë rreth 140 milion lek ose 1.4 milion euro, sepse njëri zë financon ndërtesat e reja shkollore, me këtë zërin tjetër pajisim shkollat me mobilim dhe gjithë infrastrukturën mësimore. Dhe bëhet fjalë për rreth 100 klasa apo laborator mësimor. Financohen gjithashtu pajisjet e mobilerisë për shkollat e reja, për të 42 shkollat e ndërtuara të rehabilituara, apo të tjera me nevoja të veçanta që përfundojnë në vitin 2026 me rreth 1.6 milion euro. Në fondin e investimeve për përmirësimin e infrastrukturës së universiteteve publike dhe kërkimi shkencor janë parashikuar 18.3 milion euro, ku 12.3 milion euro janë kontribut nga financimi brendshëm dhe 6 milion janë financimet huaja. Ky projekt buxhet historik synon të përmirësojë cilësinë e arsimit në të gjitha nivelet dhe ta bëjë sektorin një shtyllë të zhvillimit kombëtar. Në arsimin para universitar, 425 milion euro do të shkojnë për paga dhe 37 milion euro për shpenzime korrente. Këto përfshin transportin e nxënësve, bursat, tekstet falas, trajnimin e mësuesve dhe programet të passhkollore. Nga viti 2026, mësuesit do të përfitojnë 36.000 lek më shumë në vit. Do të vazhdojnë edhe investimet në 42 kantiere shkollash, mobilim, laborator dhe pajisje Smart Lab. Sa i përket arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, buxheti për 2026 arrin në 185 milion euro. Fondet do të përdoren për grandet e mësimdhënies, mbështetjen e studentëve, kërkimin shkencor dhe ndërkombëtarizimin e universiteteve. Për infrastrukturën dhe laboratorët e universiteteve publike janë parashikuar 18.3 milion euro.